Po mendoj që në observimin tim është një gjys lajmi i mirë dhe një gjys lajmi i keq. Sikret shqiptarë që kanë qenë, nuk zdu në fund. Me të mirin po e nisë që në krye të partisë nuk është më Memli Krasniqi. Kjo është lajmi mirë? Një po, në observimin tim, i cili ka qenë një bashkëpunëtor kogja i denje i Albin Kurtit për këto 5-6 ditet dhe fundit, e sidomos në kohën kur ishim në kuvend në legislaturën e kaluar, me qenë se kjo s'po funksionon, dhe lajmi mirë është që kemi njeri kredibil që ka integritet, por shifet se sa ka mujtë këtë integritet me implementu po flas në teren, sepse Partia Demokratike e Kosovës aktualisht gjendet në krizën më të madhe strukturore të saj të historinë e saj gjatë tërë historisë saj të formimit. Pra, mund të themi se duhet me bo analizën, a është një hap strategjik kjo zgjedhja këtij kryetari, apo thjesht është, çu më thonë, është një manovër taktike e Memlit që më met në skenë mrapa, e këto më shfrytëzu si dekor, ose cilin do kryetar që do zgjidhet me preferencë të Memlit dhe kompanisë së tij, për me i rujt ato privilegje dhe ndikimet e tij të brendshëm brenda në parti. Kështu në sipërfaqe kjo duket se është një kryetar i zgjedhur me një proces kredibil, transparent, e që nuk është ashtu, i cili kthehet shtëpisë së vjetër, e kthen shtëpinë e vjetër, të them kushtimisht ato vlerat e identitet historik të PDK-s, klasiket, historiket, po edhe përvojën, sepse gjitha këtu ngërthehen, integrohen në figurën, personalitetin e Bedri Hamzës. Po në fakt mund të mos jetë kështu nëse pranë tij dhe në krye të partisë rrin dhe qëndron në Memli me kompaninë e tij si Urali Smol, Belar Tahiri dhe këta tjerë për se të nuk kanë fol publikisht. Jo, këta tre do të më ikë automatikisht. Nëse Partia Do Demokratike... të Kurani, Abelardi? Po, edhe Memli. Edhe Memli. Po, nëse dënë me fitu zgjedhje përballë Albin Kurtit, nëse këta kanë me met mbrapa në vendimarrje, dhe kjo është vetëm dekor, kjo figurë është vetëm dekor, dhe është vetëm, si me thonë, është një pamje re me kontrollin e vjetër. Atëherë kemi të bëjmë pra me një skemë që ne ka organizuar Memli për me pra po i bjen që Bedri Hamza është veçlodër? Nëse thash, nëse... Pra po i bjen me këto figura që Bedri Hamza do të ishte veçlodër? Po, shiko, është një tranzicion nën kontroll kë, se ju e keni pa çush është majtë kjo seancë, më falni, konventa. Është ka qenë kontrolluar, dhe ka qenë gore mbyllën e cila nuk ka leju që me pas. Këto është sakrifikuar demokracia brendshme për interesat të grupit të Memlit, të Uranit dhe të Abelardit. PDK-ja fituese përballë Albin Kurtit. Jep na një fotografi se humbse është kollaj me thonë, po fituese, çush është dashur. Shiko, PDK-ja, po mendoj si çdo parti, po me qenë se kam qenë në PDK, pse nuk je më? Jo, impresionohesh me struktura që i ka në teren, sepse i kam taku gjitha gjatë 5 viteve, do thotë që nga ata që vinë nga akademia, ata që janë ndalë si profesor, ata që janë si eksperta, profesionistë të fusha, që vinë nga shoqëria civile, që vinë nga bota e biznesit, po nuk janë kërkun hiç, a kupton. Edhe mendoj që PDK-ja fituese, mos i pyete, do të bëjë me këta djem me vajza të rinj, natyrisht me një kryetar me përvojë. Një nga ata është Bedriu, ka pas edhe kandidatë tjerë të sot për arsye se ne i dëgjuam edhe nuk kanë pas mundësi për me zhvilluar fushat me kandidatë, sepse konventa është zhvilluar shumë shpejt.